Vllaznia dhe Vora nuk kanë shkuar më shumë se sa barazimi me rezultatin 0-0 në Loro Boriçi. Ky rezultat pasqyron formën e dobët të shkodranëve, të cilët kanë vetëm një fitore në 6 ndeshjet e fundit. Të dyja ekipet patën raste, por mungoi finalizimi edhe për merit të portierëve. Pas barazimit me Vorën, trajneri i vllaznisë Edi Martini tha se po vuajnë dëmtimet, por shtoi se kuqe blut kanë forca për të rikthyer në krye të renditjes. Doshin 3 pikë sot, sa rritmi mi morë. Normalisht keshim me gjithë dhe është justifikim s'du të flasë më për mungesat, jemi këta që jemi për momentin. Djemë të duhet qetësohen, duhet lirohen, nuk duhet bëjmë se konë ullë një gjëra modhe. 1 pikë lërgë është vendi por, jemi në dytët, kampionati është shumë i gjatë. Pretendojmë dhe jam i bindur që të shkojmë prapë të kukina kanë, si me luaj, ashtu edhe me rezultat. Kryesore janë dëmtimet dhe forma edhe po ta shihni sot lam pjesën e dytë Malen, jam pjesën e dytë Jakun sepse janë dëmtuar. Kastrati ishte me Verdha Çatos është në formën e vet sepse kalon mas një dëmtimi të gjatë. Murata gjithashtu Bekimi ka ata problemet e veta, kështu që momentalisht jemi një gjendje jo të mirë edhe por duhet shumë shpejt të mbledhim forcat sepse edhe kështu si jemi të rrezikshëm për çdo kundërshtar. Nga ana tjetër, trajneri i Vorës Arjan Bella i pas barazimit 0-0 me vllaznin u shpreh se ekipi i tij pati mundësi për të shënuar, por shtoi se është i kënaqur me pikën e marrë në Shkodër. Erdhëm në Shkodër që mos u mbisni me dinë që vllaznia është nga ato ekipet që lufton në katërshe për kampionat, për titullin kampion, po e dinim edhe që kishte ato mungesat që e vuajnë çdo trajner kur ka mungesa, dhe erdhëm edhe psikologjinë që ne nuk duhet të dalim pa pikë në fushën e vllaznisë. Për këtë i përgëzoj çunat, gjithçka që kishim bërë dhe ishim përgatitur për këtë ndeshje, e nxorëm në fushën e lojës, kishim ato mundësitë tona për të shënuar, që na mungon qetësia, se në qoftë se do ishim më të qetë dhe të kishim më besim tek vetja tonë, ne duhet të kishim shënuar tek ato 4 raste që krijuam, të paktën të shënojmë një gol. E vuajmë këtë, po gjithsesi e mira është që edhe kur shënojmë, po edhe kur nuk fitojmë, rëndësi ka mos u mbasësh që të dalësh në fushën e lojës, nga fusha e lojës të dalësh pa pikë. Dhe kjo është ajo që mua më kënaq sot, pika që morëm tek fusha e vllaznisë. Pas kësaj ndeshje, vllaznia mbetet në vend të dytë me 25 pikë, një më pak se Elbasani, ndërsa Vora renditet e 7-ta me 16 pikë.